Valian Sylla, rojat e dashurës, zona Avdiju dhe mediat tona. Ku ken mediat? Ku ken media gjatë shtunës? A ken me pushime? Apo ku? S'po na ljen Albini, po dën më najnol fjallën e lirë. Keq që Albini ka tendenca tilla, po kush për nol me publiku lajmin për rastin e Valian Syllës. Mos më thuni që Albini. Shumica e mediave tona kryesore në Kosovë nuk e kanë asnjë lajm rastin ku Valian Sylla dyshohet se ka rrah të dashurën e tij. Me përjashtim të pak mediave, ekziston një heshtje totale për këtë rast. Arsyeja është e thjeshtë. Ato po e kërcejnë për shkak se pronarët e mediave kanë dëst Valionin. Po çka dëshmon një gjë e tillë? E para dëshmon një mesazh të prekshëm, ku dhuna ndaj grave fshihet nëse personi ka pushtet ose njohje. Paramendonin sikur të mos jenë disa media të tjera, kur kush nuk do ta kuptonte se një opinionist, i cili shpeshherë fol edhe për drejtat e grave, jashtë kamerave është një i dyshuar për dhunë. E dyta që ka dëshmuar në këtë rast është shkelja e parimit gazetaresk. Pse? Kemi të bëjmë me një qasje selektive, ku e përzgjedh lajmin se cili të dalë dhe cili ju. Për më tepër, e përzgjedh në situatë ku interesi publik është tejet i madh. Nuk mundet Valian Sylla me pas të njëjtën përgjegjësi, ose më pak përgjegjësi, se sa dikush i cili është një njeri i zakonshëm, sepse Valian Sylla është zo publik, është figurë publike, është opinionist. E treta që ka dëshmuar këtu është një standard i dyfisht. Për shkak se mediat kryesore, të cilat tash po heshtin për rastin e Valian Syllës, janë ato që raportojnë vazhdimisht për raste kur përfshihen në dhunë njerëz të zakonshëm, e që duhet me përfshi. Amo duhet më përfshi edhe kur është pyetje Valioni, sepse për ndryshe është hipokrizi. Mjafton m'ja hidh një sy media kryesore në vend edhe kuptoni që ky lajm nuk gjendet kërkun. Ju a jeni pro drejtave të grave, a jeni kundër? A jeni kundër dhunës tyre? Çush mundi me kundër dhunës tyre, e të njëjtën ku mos me qit një lajm ku bëhet fjalë për dhunën që dyshues se ka shkaktu dosti ju. Po çka me prit për këtyne kur edhe vet aktivistët, këto të zëshmet, zona Avdiju, nuk guxon me përmend me emër. Paramendoni e bën një postim ku flet përgjithshmen për dhunën që duhet të ndalohet ndaj grave, e që ashtu duhet të jetë, nuk duhet të ketë dhunë, por nuk guxon askund ta përmend me emër Valian Syllën si të dyshuar kryesor. Falë zona Avdiju, çush mundesh me imrujt të drejtat e grave, kur nuk guxon me përmend emrin e dyshumit. Apo e ki dëst dhe e keftu në emision. Llogariteni, sikur të mos jenë disa media që do të raportonin Valian Sylla do ta kishte prap të lehtë të shkonte në studio televizive, të fliste për drejtat e grave, të shitej si liberal. A në anën tjetër kur kamerat janë fikur, ajo është krejt diçka tjetër. Të paktën, këto janë dyshimet e para. Ajo që duhet me bo mediat, në këtë rast zona Avdiju, por edhe presingu të Leonard Kërçuku ku ai shkon, është që mos mi alon derën qelë mo Valian Syllës, të paktën derisa të merret një vendim prej gjykatës lidhur me situatën. A do t'jetë kjo e realizueshme mbetet me upo, sepse këtu s'kanë raportu, kanë dosh me mshef krejt si rast, e ta shtërshumë sa do të marrin veprim për mos me ftu një dyshum për dhunë ndaj grus. Është ju etike dhe është një farforme promovim për dhunë ndaj grave, i motivon, i nxit me po diçka tillë, qofse ti fton media njerëz që janë të dyshum për këtë punë. Zona Avdiju fol për gratë, amo fol edhe kur bëhet fjalë për dësat e tu. Fol me emër, thuje Valian Sylla. Mos u tot.
Po mos do të në asnjë media tjera. Qitni, folni me emrin. Pavarësisht se e keni dëst, dhuna nuk arsituhet në asnjë formë. Sidomos kur kemi të bëjmë me një person që ka peshë publike. Shënjestër.net